Rengu i të riut ndaj Melonit bën xhiron e rrjetit, kryeministria shokohet. Një takim informal u shndrua në një episod të destinuar të bëhet viral në rrjetet sociale. Protagonist është Filippo Mojni, 18 vjeç, i cili gjatë një shkëmbimi të shkurtër me kryeministren Giorgia Meloni kërkoi një foto, por në momentin e shkrepjes Siriu nisi një video dhe duke buzëqeshur deklaroi: "Është vota ime parë, por votoj jo në referendum." Reagimi i kryeministres ishte fillimisht i befasuar, po si voton jo, i ndjekur menjëherë nga një qëndrim i qetë. E po mirë, kjo është demokracia, kështu funksionon. Skena është shpërnda në TikTok nga e dashura e të riut Benedetta Sommaruga dhe në një kohë të shkurtër mori shumë vëmendje duke nxitur diskutime në rrjetet sociale. Episodi riktheu në qendër temën e marrëdhënies së drejtë për drejtë mes qytetarëve dhe përfaqësuesve politik, duke treguar se edhe situatat spontane mund të shndrohen në momente debati publik. Ka edhe nga ata që duke u nisur nga disa precedent u interpretuan ngjarjen si një kurth të mundshëm ndaj kryeministres në orë të votimit për reformën në drejtësi, por reagimi i saj e ktheu situatën në një shembull konkret të pranimit të mendimit ndryshe dhe në një mësim për demokracinë.